Në Universitetin Nën Tereza në Shkup u përmbyllën me sukses punimet e Kongresit të tretë dhe Konferencës Ndërkombëtare dytore për zhvillim të qëndrueshëm, TSD 2025 me pjesëmarrjen e akademikëve, studiuesve dhe ekspertëve nga disa vende. TSD 2025 përfaqëson një platformë të rëndësishme shkencore për shkëmbimin e dijes dhe përvojave ndërkombëtare, duke theksuar se sfidat si ndryshimet klimatike, menaxhimi i burimeve dhe mirëqenia sociale kërkojnë qasje të përbashkëta dhe ndërdisiplinore. Pjesëmarrja e studiuesve nga 6 shtete dëshmon karakterin ndërkombëtar të konferencës dhe rëndësinë e bashkëpunimit akademik në ndërtimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për të ardhmen, thekson Fetaji. Jemi pranë Universitetit Nën Tereza në Shkup. Sot kemi konferencën për zhvillimin e qëndrueshëm. Zhvillimi i qëndrueshëm është në më shumë fusha, në fushën e ekonomisë, në fushën e teknologjisë, teknikut, informatikës e kështu me radhë. Dhe çdo fakultet organizon konferencë të veçantë. Sot është dita e parë e hapjes, është dita me fjalët hyrëse, kemi më shumë të thirrur, kemi ambasador, përfaqësues nga komunitetet, nga NGO-t, nga ambasadat e ndryshme, kemi përfaqësues të profesorëve, të universiteteve dhe gjithë mundojnë, domethënë, që të përgjigjen gjithë këtyre sfidave të cilët kemi në zhvillimin e qëndrueshëm, siç janë në fushën e ekonomisë, në sfidat ekologjike, të klimës, sfidat në bashkëpunime të ndryshme ndërregionale, ballkanike dhe në rajonin pak më të gjerë, dhe në këtë mënyrë të kontribuohet në zhvillimin e zgjedhjeve. Mund se këtu të arrihet dhe një zgjidhje edhe më interesante, bashkëpunimi midis shteteve të ndryshme. Dhe kjo është domethënë qëllimi i konferencës. Mendoj se roli i universitetit është shumë i madh. Ne faktikisht mundohemi që të jemi jashtë quajtur katalizatori, vendi ku ne bëjmë rrjedhimin dhe i bashkojmë gjithë këto faktorë të ndryshëm, siç përmendëm, ambasadat e ndryshme, institutet e ndryshme, universitetet, komunitetet e ndryshme dhe gjithë NGO-t të cilët punojnë në zgjidhjen e këtyre problemeve dhe së bashku u lumtojmë dhe bashkëpunojnë, domethënë dhe takohen këtu gjatë prezantimit të punimeve të tyre dhe gjithashtu diskutojnë edhe për ideja të reja, të cilët më tutje mund të zhvillojnë edhe bashkëpunojnë në projekte të radhës, duke prezantuar idejat kryesore këtu. Po çfarë mesazhi keni për të rinjët dhe për studentët? Mesazhi jonë është që të kyçen për shkak se në këto rrjedhime, jo vetëm rrjedhimi, njoftimi me gjithë këto faktorë kryesor, po njëkohësisht edhe mënyra se si i qasen problemeve, mënyrës qasjes ndaj hulumtimeve, mund të mësojnë shumë dhe gjithashtu ato zakonisht kanë shumë ide interesante, por mund se nuk kanë pas guximin ose nuk kanë ditur si të bëjnë prezantimin e ideve të tyre. Kështu që çdo ide e mirë mundet me ndihmën e profesorëve, domethënë të rregullohet në aspekt shkencor dhe prezantohet në atë format që edhe duhet në aspekt akademik dhe të prezantohet si i tillë. Sani Demiri thekson rëndësinë e rolit të universitetit në adresimin e sfidave globale të zhvillimit të qëndrueshëm. To Mother Teresa University in Skopje. Si profesor dhe udhëheqës, misioni ynë kryesor është të ndihmojmë studentëve dhe të hapim dyert e dijes dhe shkencës për Maqedoninë e Veriut dhe Ballkanin Perëndimor. Rajoni ynë sot përballet me sfida serioze mjedisore, ndotje të ajrit nga industria, menaxhim të dobët të mbeturinave, ndotje të tokës dhe dëme nga bujqësia dhe minierat. Këto probleme ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e qytetarëve dhe në jetën urbane, veçanërisht në qytete si Shkupi. Emetimet e dioksidit të karbonit në qytetet tona janë rreth 2 fish më të larta se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ekziston shpresë. Agjenda e gjelbërt e BE-s për Ballkanin Perëndimor na ofron mundësi për energji të pastër, menaxhim më të mirë të mbeturinave dhe mbrojtje të mjedisit me synimin për neutralitet klimatik deri në vitin 2050. Qëndrueshmëria do të thotë të përdorim burimet sot pa e dëmtuar të ardhmen. Inteligjenca artificiale është një aleat i rëndësishëm në këtë proces. Ndihmon në bujqësi duke kursyer ujin, në menaxhimin e mbeturinave përmes klasifikimit automatik dhe në monitorimin e ndotjes së ajrit në kohë reale. Po ashtu përgatit të rinj për profesionet e gjelbra të ardhmes. Universitetet ka një rol kyç. Ne duhet të udhëheqim ndryshimin, të përgatisim studentët për integrimin evropian dhe për zgjidhjen e problemeve lokale. Përmes
kërkimit shkencor ne forcojmë rajonin tonë. Sa i përket kongresit TES 2025, sot kemi 8 sesione paralele me 17 punime të pranuara dhe rreth 250 shkencëtar nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe vende tjera si SBA dhe Turqia. Central and Southern Asia and Southeast Asian also Oceania. Dhe siç e dini shumë mirë për konceptin e qëndrueshmërisë, ne gjithmonë po flasim për inovacion të gjelbër dhe të qëndrueshëm dhe komercializim dhe më pas rritje në shkallë sociale. Shumica digjitale që aktualisht jemi në fund këto ditë dhe sigurisht në çdo aspekt, si edhe në transferimin e teknologjisë, qëndrueshmërinë dhe barazin globale dhe inovacionin. Këto janë nën grupet kryesore që publikohen nga Indeksi Global i Inovacionit dhe sigurisht kur shikojmë pozicionet tona, natyrisht që do të bëjmë shumë më mirë në çdo periudhë. Para së gjithash, ju jeni shumë të fortë sa i përket sektorëve. Industria e furnizuesve automobilistik, tekstili, bujqësia dhe ushqimi, si dhe minierat dhe metalet janë shumë të mira. Dhe IT aktualisht po zhvillohet mjaft shpejt. Në të njëjtën kohë ju keni mundësi të mrekullueshme për të qenë një vend për investime dhe mjedis biznesi, sepse keni taksa të ulta korporative, gjë që është gjithashtu shumë e mirë. Keni zona të lira ekonomike, keni politika që janë të shkëlqyera, sepse inkurajojnë investimet e huaja dhe marrëdhënie të forta tregtare me Turqinë, Gjermaninë dhe Austrinë. Prezentime shkencore realizuan profesor doktor Ahu Altinkut Ungjollu nga Universiteti Marmaris dhe profesor doktor Arjanit Reka nga Universiteti Tetovës, të cilët trajtuan tema që lidhen me bioinxhinierin, teknologjinë dhe inovacionin në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm. Në mënyrë online u përfshin edhe studiues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i dhënë konferencës një dimension më të gjerë ndërkombëtar dhe multidisiplinar. Me përmbylljen e punimeve 2 ditore, Kongresi i 3 dhe Konferenca Ndërkombëtare për Zhvillim të Qëndrueshëm TSD 2025 përfundoi me nevojën për forcimin e bashkëpunimit akademik dhe shkëmbimin e dijes shkencore në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm.